nga stadiumi Loro Buriqi i Shkodrës në Pragneshen Vllaznia Dinamo. Është ndeshja e kthimit të gjysmëfinaleve të Kupës së Shqipërisë, ndeshja e parë në kryeqytet e barazim 1-1. Sot vendoset se cila skuadër shkon në finale për të ndeshur me ekipin Rogozhinas Egnatia, ekipi i cili u kualifikua dje me penalti me Elbasanin. Jam me Rauf Çangën, një ish futbollist kampion në Vllaznin, i cili ka pasur shumë suksese me uniformën Kuqërbyllat, tashmë ndjek me shumë pasion ekipin e Vllaznisë. Rauf, mirë se erdhe në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Mirë se gjetme. Dhe shikuesit e shumë të Veriu Sport janë në pritje për të mësuar se si e parashikon Rauf Çanga këtë ndeshje. Tash kjo ndeshje është shumë e rëndësishme, se pjesë e ndeshjen e parë kena 1-1 në nda. Kjo është një rezultat që i pranueshëm i pranueshëm, se na në kohën kur kena luajtur me Kavajin, kena humbur 2-0 atje, edhe kena thy rezultatin këtu. Edhe kjo është e pranueshme që me barazim 1-1 nuk ka që diskutohet më rezultati këtu. Duhet të fitojnë se zban që dalin finale me... Pra ju mendoni se barazimi në transfert është avantazh? Avantazh patjetër. Do të luajnë në fushën e vetë Vllaznia. Të luajë edhe në fushën tonë me këtë tifozëk që ka Shkodra, duhet patjetër që të kualifikohen për në finale, patjetër të jenë të sigurt, magari që ose me Egnadian. Egnadia ka qenë në ekipet më të mira, po tash ka pas një farë lëkundjet, edhe ishte Elbasani më mirë, është më në forme, më mirë që iku Elbasani dhe losim me Egnadian. Pra ju si përfaqësues i kampit Kuqërbyllit, tifozë të Vllaznisë, mendoni se Egnadia është më mirë se sa Elbasani? Kështu menduam edhe me shok që ishim aty, menduam që më mirë më eliminu Elbasani, se ka ma forme, ma ashtu rezultate më të mira. Një opinion, pra që vjen nga Shkodra, se Vllaznia ka preferuar Egnatian ta ketë finale, duke e konsideruar veten finaliste. Patjetër, çat shifet tash më me këtë tifozëk që ka Shkodra, mendoj që futbollistët e Shkodrës duhet ta kallëzojnë veten. Se kanë edhe për titullin kampion, Fat me të drejtë me këtë tifozëk që ka Shkodra, por shikoj që ndërkohë që ora rreth 12-13 minuta nis takimi zyrtar. Patjetër që stadiumi jo shumë. Jo shumë, se ditë e bukur që është, duhet me përken edhe më shumë, patjetër se apo ndoshta shkodranët e kanë të fundit vinë në minutën e fundit. Vinë mushen nga minutën e fundit. Megjithatë, dashur me kanë më shumë e më entuziast, duhet me pas tifozëk shumë të fortë, shumë pranishëm. Besoj që më mërënë që kanë më kualifikuar se zma. Janë 3 rezultate në lojë, kohë e rregullt. Patjetër, shtesë. Apo me penalti si shkoi dje Elbasani. Unë besoj që s'ka më shku me shtesë. Dhe ta përfundojmë me rezultat pozitiv mërënë këtyre 90 minutave. Besoj. Pak a shumë rezultati? Rezultati më kujtën një rezultati i ngushtë mund të jenë, se është edhe ekip i mirë. Dhe kush mund të shënoj? Të presim rezultatit, golet, balat duhet që me shënu se s'ban. Edhe në qashtja të tjerë që janë të rijet që janë... Bani 3 golet e shënë fëmë. Por Vllaznia sot ka mungesa serioze, përfshirë duket se Gurishta ka marrë karton kuq në vetë. Ka dëmtimin, ka Kastratin, dëmtuar që në Rogozhin për kampionat, dhe Bismarck dëmtua kohë të fundit. Besoj që mobilizimi të shkamet është edhe ekipet duhet të kenë rezerva, se s'ban patjetër. Kur dëmtohen ekipet, lojtari i mirë, kur dëmtohet e Zëngënsan një që është më shefie, ma në nivelin e ti, por mobilizimi e mulën në. Edhe me tifozëkun që i kena këtu duhet kualifikohena. S'ma mërë mene që më të na shgëjet. Sa për informacion të shikuesit tanë, është Rauf Çanga, veteran i nderuar i futbollit shkodran, kampion në Vllaznin dhe sidomos në 72-shën. Kupë kampionat. Kupë dhe kampionat ka fituar Vllaznia me protagonistë dhe Rauf Çangën, dhe ju thatë me herët
finale e Kupës së Shqipërisë 2-0 për Besën Kavaj dhe rezultati me kohën e rregullt për 7 penallti, 7 gola, Ramazan Ragami dhe Vllaznia fitoi Kupën e Shqipërisë. Ajo ka qenë ndeshja më e bukur për ju në karrierën tuaj? Kënaqësia më e madhe që kam pas gjatë karrierës time. Ajo, Ma tifozlëk që një mrekulli. Inshallah sot me këtë rezultat pozitiv tifozët në dalin të lirë. Transferta në Elbasan për kampionat. Kampionat. Një rume, po besoj që duhet marrim pa tjetër. Po njërin prej tyre diskutohet, po dyja me kanë edhe më mirë. Shpresoj të thotë dëshirave të Inshallah, jo suksese. Për të mendimin do ta ndjekim ndeshjen së bashku.